bëjmë një tas kebab sot. Unë nuk do ta bëj pjesën e dytë, do më thënë pjatën shoqëruse, por që mund të shoqërohet shkëlqyshëm me pilaf. Madje ka njerëz që hanë që pikë cabaut, tas kebab edhe pilaf, por shoqërohet shkëlqyshëm prap dhe me patate furre, po jo të mëdha, të prera në kubik shumë të vegjël, më të vegjël se që është ky kubiku i gjalpit, me 1,5 cm, i fusim në furrë të marinuara sipas preferencës tuaj, i pjekim dhe në tas kebab aty në anë ose i vë në fund tas kebabin sipër dhe shkon shkëlqyshëm. Është një drekë plot. Shumë e mirë. Edhe me karbohidrate dhe me proteinat që ka mishi. Është recetë tradicionale, tjetër gjë se tas kebab, që nga fjala kebab është e ardhur nga turqit, por që sa jam gjallë unë po i herë dhe brezat e gjyshes time, të nënës time pa tjetër, dhe mbi 200 vjeta, 300 vjetë që gatuhet në Shqipëri. Përbërësit për këtë recet më varet. Për 4 persona do të 150 gramshi, kush është shumë mish ngrënës si puna Katerinës dhe 200 gram. Mish viçi. 2 ose 3 qep, po në vartësi të madhësisë qepit. Kjo është e madhe, kjo është mesatare e madhe. Kur themi mesatare e madhe, do më jo mesatare as e vogël as e mesme, po as e madhe as e mesme. Mesatare e madhe. Një lugë gjalp që do ta hedhim kur të hedhim qepën e grirë, 2 selpi hudhra, 2 gjethe dafine, 2 lugë gjelle salcë koncentrat, krip, piperzi, alternative që mund të vendosni për t'i dhënë një shije, nëse nuk keni shumë mish, e do ta bëni këtë tas kebabin. Edhe një kub magi me mish viçi, lope, më falë. Viçi është këtë, nuk është ka. Nga koka duke të vogël. Nëjse. Dhe jo një lugë gjelle miell, një lugë çaj miell do të mjaftoj për ta lidhur mirë, për ta trashur mirë. Po nëse qepën e ka urdisim mirë, e ndihmon shumë që dhe lëngu të bëhet pak si plot. Tani, fillimisht do filloj me mishin. Do të hedhim vaj. Mora këtë tenxherën e gurit, që të zjej rahat. Po ja dhe një, këtu, shumë mirë. Dhe do ka urdisim në fillim mishin, si që thash, sa të ngrohet një qik, hedhim pak fare hudhër këtu, sa të cingëroj, ja, vetëm kaq, se pjesën tjetër ta hedh më vonë, dhe bëj gati ndërkohë edhe qepën. Qepa, unë kam rëndet as kebab të prerë me fije të hollë. Po, si salat, prerje. Po shumë të hollë, dhe qepa do t'jetë e shtypur, nga to të shtypurat, që janë ca qepë të shtypurat, po. Edhe të grira shumë hollë. Por në që t'jemi të sigurt në kubik sija, kështu si që na i bën ken vudi shkëlqyshëm. Edhe kemi në dorë vetë përmes pulsimeve pastaj deri ku shkojmë, se sa imët e duam qepën në këtë rast. Po këto jeshilet qepës unë ja heq. Po në përgjithësi, në fakt, grirjen e të gjitha produkteve që ju vendosni, ne gjithmonë e sugjerojmë që të përdoret me pulsime kjo grirëse Kenwood, që të qarkulloj më mirë ushqimi dhe të bëhet një grirje e një trajtshme. E grirë shkëlqyshëm ashtu. Mishin në kubik, mesatar, sa ne mund ta marrim rehat me pirun. E vëm qepën të grirësja, të cilën ju mund të porosisni në Kenwood në numrin e telefonit 069 944 2425. E them gjithmonë se herë kemi produkte Kenwood ose interesante Albania numrin e telefonit, në mënyrë që ju të përfitoni, se ka nga ata që nuk e kanë shënuar akoma në telefonin e tyre, ta ruajnë këtë numër. Bëjeni se është më praktike kur ju e keni numrin dhe keni kështu pra komunikim të drejt për drejt me stafin. Dhe mund të bëni edhe pyetje nëse keni
në momentin që ne përdorim një pajisje, për shembull për çmimin që mund të ketë. Me pulsime është do të thotë kështu. Ruz. Nuk bëhet në një pjesë sa keqe e hoqë atë. Djeg qepa. E ja. Se duhet skuqur Si e mishin. bërë, sigur. Ja, zdure. Frymën aty. Me mua do merresh ti ato. Nuk kam sulm. Po, sa e hapa më njerë do gjënë si. Po, ashtu është. Tradicionalisht, tas kebapi nuk shuhet me verë. Po unë në shtëpinë time, gjithmonë që e bëj, e shuaj me një çik verë të kuqe dhe më pëlqen shumë. Po, ajo duhet i jap shumë shije në fakt mishit. Si të doni, ne verë kemi dhe të bardhë dhe të kuqe. Votoni. Votoni, na thoni. Edhe Si e do të duam preferoni? tradicionalisht. Shefja e do kështu tradicionalisht. Tradicionale do ta lëm. Ta lexojmë recetën? E lexojmë. Ja ku e kemi tas qebapët. Recetën me shkrim si gjithmonë, atë çfarë ju mbani shënime, sidomos për çupkat e reja, siç e thot zonja Vjollca, e them edhe unë, të cilat duan ndonjëherë të gatuajnë edhe receta tradicionale dhe mirë bëni, duhet i mësoni që të trashëgohen, se në fundit do vi një moment në jetë që do ta duam atë pjatën që dikur na e ka gatuar gjyshja apo mami. Dhe nuk do jetë ai momenti largët, sepse të gjitha pa përjashtim, si pas periudës së jetës, do dorëzohen kjo tenxherja me këtë përparsën. Po, Më besoni, unë në gjithë jetën time, kur unë kam qenë e re, në shtëpi kisha edhe gjyshen e mamam që më gatuante. po. Dhe kudo kam pas njerëz që gatunin, po gatuanin. Dhe u detyrova që në një farë moshe të vijë ai të moment. dorëzohem se isha vetëm në shtëpi me fëmijët e mi. Kështu që Të vijë përgjegjësia dhe aty. unë duhet ta po. bëja të mirë, o nuk më hashin se ishin mësuar që tu gatuanin gjyshet Po. ushqim të mirë. Të shkëlqyer, siç din nënat, por ja Po. që edhe mamat vazhdojnë po të njëjtin rrugtim. Apo zonjat edhe zotrinjt, edhe sikur vetëm të jesh do gatuar, se s'ke nga jamban, do një pjatë mirë të knaqesh. Po jo jap recetën. Shënonim. 800 gram mish viçi të prerë në kubik, 2 kokra qep, 2 thelpinj hudhra, 2 lugë gjelle salcë domate koncentrat, 1 lugë gjelle gjalp dhe 1 lugë gjelle vaj ulliri. Më falni, janë 4 lugë gjelle vaj ulliri se nuk shon ndonjëherë. 2 gjethe dafin, 1 lugë çaj miell, 1 lugë çaj krip dhe piper të zi dhe 1 litër ujë të nxehtë. Kjo është e gjitha. Mirë. Zonja Vjollca ka hedhur vetëm mishin deri tani, po gatuhet mirë që të marrë kohën e duhur. Po shpuna që T'jap shije pra. unë mund të hedh ujë edhe kaq. Jo, po s'ka Po shije të njëjtë. shpuna që e para që s'ka shije dhe dyta që ka fillu procesi gatimit këtu. Dhe mishi që kemi ne është mish special, do Super. mjaftoj 40 minuta e gjithë kjo dhe ja. Tash ku mbajti qepa. Qepa është izoluar atje më njanë. Mishi këtu do ka urdiset në moment, pa i dëngjur, vetëm sa shohim, që këtu e shikon që ka pak lagështirë, mos ket lagështirë. Se do nxirri dhe qepa lagështirën në vetë, dhe pastaj na duhet një kohë më e gjatë. Ja. Unë 1 minutë është ky. Ja. Tani cingërimat na tregojnë që këtu nuk ka më lagështirë. Do hedhim pak, dhe hudhra është alternativ, dikush i hedh, dikush si hedh, jo shumë, pak fare. Po ose as pak. Tani do hedh qepën, bashkë me qepën do hedh edhe gjalpin. Shumë mirë. Dhe kemi kubat mage që do doja të riteksoja si një element shtesë për shije shumë të mirë që ne japim çdo recete, në këtë rast me mish viçi përderisa kemi këtë produkt kryefjal.
Një kub mjafton ndonjëherë për më shumë shije. Po, vetëm duhet kemi kujdes, pastaj ke kripa. E ruaj. Nëse do të hidhnim një lugë çaj, do ta zvoglojmë atë lugën e çajit. Kaloj pak këtej. Do hedhim këtu një lugë gjelle gjalp. Gjalpi nuk e di. Gjalpi tret dhe gurin, thonë, po. Si thonë, më falë? Gjalpi tret dhe gurin, kështë që vërtet, po nejse e regulon pak, nuk t'i vëre duart, po i pate me gjalp. Kështu që e regulon shumë, jo vetëm shien, po e bën më kremoze. Unë ju kam thënë dhe herë tjetër, unë edhe sultjashe t'i hetë një lugë çaj gjalp në fund. Gjalp të ftohtë, në moment si që kur bëjmë këto kremrat, që bëjmë krem pasiqerie, apo që bëjmë këto mualebirat për ëmbëlsira, edhe ato e kanë atë lugën e gjalpin në fund fare kur ne e fikim. Gjalp kështu ka frigoriferi. Po, direkt të ftohtë. Po në fakt jep shije çdo gatimi, tani të themi drejtën, pak gjalp e do. Francezët nuk gatuajnë pa gjalp. Po. Vajin e ullirit edhe gjalpin bashkë. Kështu që dhe nuk gabojnë. Tani një cappuccino kush do të donte? Shumë bukur. Të gjithë në fakt themi po për themi ama, mjafton ta dëgjojmë këtë dhe janë të gatshëm të gjithë të hapin aparatin ekspres, të hapin moka, të marrin kafen turke, të bëjnë një cappuccino, të cilën unë e preferoj shumë, sidomos me prakticitetin e pajisjes që kemi nga ama, të cilën ju mund ta gjeni dhe online në shop.amakafe.com. Ja, kaq është. Kjo pajisja e vogël këtu me kapak, në të cilën e shtojmë qumësht minimum apo maksimum sipas sasisë që ju doni të bëni atë qumshtin e rrahur, që do t'ju duhet, tani mund t'jetë për kafe latte, mund t'jetë për macchiato, ka lloj-lloj variante që na duhet ky qumshti i rrahur. E vëm dhe kapakun mirë dhe shtypim vetëm një buton këtu. Asgjë më shumë, e lëm të punoj dhe për pak minuta qumshti do t'jetë gati. Ka nisur procesi ndërkohë. Dhe me një sinjal të vetëm ne mësojmë që është gati qumshti. Edhe një çka kafe hodhe ti? Vetëm qumësht hedh këtu. Po. Asgjë më shumë që të bëj atë qumshtin e rrahur kremin. Do kuptoj. Dhe te ekspresi pasi të bëj kafen, do t'i shtoj sa të dua pastaj qumësht me krem dhe bëj ose cappuccino ose kafe latte. Ka lloj gjërash të mira. Unë fillimisht kur erdhi kafja, ama, e fillova me këtë premium. Po. Blune ke pasur preferuar. Nuk i ndajsha, provoj edhe këtë. Kisha besim. Pastaj provoj një, po kjo që ka shumë e mirë. Provoj dhe një tjetër tani s'ka problem, se çfarë është vetëm tjetë ama kafe. Cila do nga kapsulat? E shikon që e bëri si salsë që tani? Po, kjo do një qiko, ju mos u mërzisni, se ne do t'ju japim kohën e duhur që qepa mundësisht të mos dallohet fare gjatë kohës që ka përfunduar këtu, nuk duhet ketë lagështirë fare. Tjetë vetëm qepa dhe mishi. Po ne s'kemi shumë përbërës, kemi për të hedhur vetëm salsën, gjethen e dafinës, një kub magi, mbasi të hedhim dhe unë, dhe vetëm një lugë çaj, ja ku e kemi lugën e çajit. Me mielin ola. Po. Ja. Kaq. Këtu ta hedhim basi të hedhim salcën, këta skuqim edhe i qik salcën me këto përbërësit e tjerë. Kri piper të zi, piper në zi e kemi ndjerë. Po e kam ndjerë, po e ka quar kë receta tjetër. Ja. E gati pakon. Edhe piperën e zi e kemi këtu. Kjo është kapsula që kemi zgjedhur për sot, ndër të shumtat që ka ama. Premium, sigurisht i dini jo, janë të ndara sipas intensitetit, fortësisë, aromës e të tjera, pra zgjidhni atë që shijoni më tepër. Unë kremin e kam gati. Nuk e di nëse është e mundur që ta shohim ta hap një herë për publikun që na ndjek për transparencë, ja ku është. Kjo është gati. Ndërkohë nga ana tjetër
Do të pres vetëm të nxehet aparati ekspres, vendos kapsulën dhe për 10 sekonda një kafe të mrekullueshme do ta kem në filxhanin e ama. Le këtej. Gati. Vendos këtu. Kaq është. E gjithë puna me ama kafe, atë shijet mrekullueshme dhe kremozitet që ju e kërkoni çdo ditë. Pse jo të mos zgjidhni më të mirën? E meritoni. Është gati. Në rregull. Sa e bukur del kjo ngjyra, më pëlqen shumë. Tani të bëj Ndërkohë po e hedh këtë magin një çik. Tani do hedhim magin. Po. Pra një kub magi. Dhe unë do bëj gati këtë. Eksperimentin e zakonshëm. Tani deri këtu mund të shkoj unë. Deri këtu shkoj. Nuk i bëj dot më bukur se kaq. Por ju bëft mirë kushdo që do ta shijoj nga ju atje te regjia se e shoh që mezi po prisni. Yll e bukur është, ama është me shumë shije dhe sikur të mos dal aq e bukur sa ju pretendoni. Tani, shifa, që qepa nuk ka më formën, se ka ruajtur formën, është tretur komplet, do të hedhim 2 lugë gjelle salcë. Do më japësh çik ujë të nxehtë? Po. Dy gjete dafine. Sa ta mbush donja Vilca? Mbushe një 500 ml, 600, mbushe, plot mbushe. Se do zjej kjo. I heqim edhe këtë. Shikon që s'ka më lagështirë? Fare. Shumë faleminderit. Asgjë. A e pika të lugën e vogël me miell? Vetëm një lugë çaj miell këtu. Dhe jo një lugë çaj komplet me krip, se hodhë magin, një çik më pak. Shkunde atë. Ja. Gjysmë lugë çaj me krip, edhe me piper të zi, dhe mbarun të gjithë përbërësit. Ja dhe piperi zi. Tani hedhim ujë, sa ishe këtu 600, se është mbi 500. Po, gati po, mbi 500. Duhet prapë, besoj? Po, dhe pak. Mi jep një 200 ml njerë, pastaj e shohim. 1 litër e do kjo, që të dozej mishit, a përthithi. Shikon? Okej, po e lë këtu. Shumë faleminderit. Afto. Nga ky moment, do ta lëm 40 minuta që të zjej. Dëngu do trashet, e trasojmë në herë se unë e kam provuar që dhe i kam pudrosur njerë copat e mishit, po pastaj, kur kam hedhur përbërësit e tjerë, ndoshta më skuqur më tepër se ç'duhet. Kështu që ajo luga e çajit e hedhim gjithmonë, mbasi kemi mbaruar punë me mishin, me qepën edhe me salcën. Se salca do që të, siç kemi thënë, në yndyr, ato shpërbën shumë mirë dhe marrin dhe aromë shumë të mirë. 1 minutë vetëm. Mirë do ketë. Vendosim kapakun, e ndrova se më duk sikur ky pianure më punonte më mirë. Mirë. Ja të shojmë edhe një herë recetën e tas qebapit që përgatiti zonja Vjollca sot si recetë të parë dhe provojeni ta gatuani po njësoj. 800 gram mish viçi të prerë në kubik, 2 kokra qep, kemi 3 thelpinj hudhra,
2 lugë gjelle salcë domate koncentrat, 1 lugë gjelle gjalpe dhe 4 lugë gjelle vaj ulliri, 2 gjethe dafin, 1 lugë çaj miell, 1 lugë çaj krip dhe piper të zi, dhe 1 litër ujë të nxehtë. Pak a shumë për të gjithë këta janë përbërësit siç E përsëris dhe një herë, thash dhe në fillim, ta kebabin mund ta shoqërojmë me një kup pilaf ose me patate furre, po jo në formë portokalli prerja e patateve, po në kubik mesatar. I marinojmë me çfarë të dëshironi juve, krip patjetër piper të zi, krip piper të zi dhe vaj ulliri, dhe pastaj mund të shtoni aromën rozmarin apo rigon, çfarë të doni ju. Dhe pak fare në cep të pjatës ose në fund pjatës dhe i lagim sipër dhe shkondreka shkëlqyshëm. Të patate të mira. Nuk heqim dorë nga gatimet tradicionale. Dhe kush vjen këtu nga turistët që hanë këto tasibabët, këto pilafët... Pa jo të knaq. Që mungon? Me thënë drejtën kemi kuzhinë aq të mirë dhe aq të shishme. Po mu më duket... Ne konkurrojmë denjësisht me çdo vend evropian. Po, italianët na i marrin. Diku aty e mirë. Me gjithatë dhe italianët kur vinë këtu... Po, knaqen. E duan një recetë si kjo. Një Gjermani këshu, që në ka ardhur në familje, mishi qingjit i pjekur, dhe salatat e gjitha. Tha, për në qik salat, merë, i tha njëri nga pjesarët e familjes. E ka hangër ky, tha, salatën, barin, gjitha si ta këtë, jam në rregull. Ishte përfshirë. Dhe në fakt mishi qingjit të bëm shumë mirë për trurin. Të gjitha çfarë na ofron natyra duhen proteina e mishit të qingjit ekuilibruar dhe shijuar. Receta tjetër, zonja Vjollca do të ketë në plan të gatuaj për fëmijët e vegjël. Tani po t'i skuqim, fëmijët nuk duhet t'i mësojmë me skuqe, jo patatina, ne do t'i bëjmë në formën e një muffins. Do t'i bëjmë me perime, me çarë, me patate, me kungull, mundohet spec, por kush nuk e ka specin, mund të vejë karot, çfarë dëshirojaj, me shumë fare pak miell, me të kombinuar me ose me miell semola, ose me pak miell misri, për të thithur lagështirën e kungullit që kemi. I hedhim miellin e misrit, ka aftësi që të thithi shumë lagështirën, pak qumësh, djath të bardh. Çfarë djathi doni ju? Doni t'i hedhni parmixhan? Po jo, edhe djath i bardh është shumë. Sidomos djath i njerëz të qyshëm. Të kripur. E përzjejnë, ato vezët mrena, pak erza alternativ, dikush i pëlqen, dikush si pëlqen. Ke pjesa erzave veprojmë si të dëshironi, i pekim në furrë, në çantë dhe jo se është vetë për fëmijët. Atë do thoja. Sigurisht edhe për ne të rriturit mund të bëjmë një salcë aty për t'i shoqëruar, në qik me qik kost, qik hudhër, një kastravec turshi, 2 ullinje, të grira kështu në atë renden e vogël, një luk majonez, tak, në gjy, haj se ne dumë qik salca kështu gjërash, dhe që të hash, mbushin tavolin dhe vjen rregull. Po më pëlqen shumë edhe salca. Mund të hash dhe një supë edhe marrove punë. Shumë përshkrimi bukur e i salcës, do t'a bëj dhe unë. Ta bëj unë sot e shife këtu edhe... Po. Ta bëj unë sot moment.